Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Ekopuls me mua Fatos Çoçolin, si çdo të mërkur mbrëma drejt për së drejti nga studio kryesore e televizionit Skan, për të folur për bankat tona, për sistemin bankar që në vitet e fundit ka njohur një zhvillim shumë të fortë, digitalizim shumë të fortë gjithashtu, dhe duam ta prekim dhe të cekim këtë temë edhe në prizmin e dy prurjeve të reja, e dy bankave të reja që do t'i shtohen këtij sistemi. Prandaj ne kemi titulluar bisedën tonë sonte dy banka të reja, përfitojmë si qytetar. Kemi ndenjë të jemi në shoqërinë e doktor Spiro Brumbulli, sekretari i përgjithshëm Shoqata Shqiptare e Bankave. Doktor Brumbulli, mirëmbrëma, mirë se ardhët në Ekopuls. Mirë se gjeta, Fatos. Dhe me profesori asociuar doktor Mateo Spao, drejtori i Institutit Liberal Pashko, UET, ekspert i ekonomisë. Profesor Spao, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Gjithmonë kënaqësi, Fatos. Për më shumë kemi përgatitur një insert të parë dhe pastaj më njëherë do t'i kthehemi bisedës me të tuarit të studio. Në vitet e fundit, sistemi bankar shqiptar ka performuar shumë mirë duke shtuar ndjeshëm kreditimin e ekonomisë. Të 11 bankat ekzistuese janë pozicionuar mirë në treg. Tani sistemi bankar po hyn në një fazë zgjerimi. Futja e dy institucioneve të reja financiare bankare me profil të ndryshëm si Ziraat Bank, banka më e madhe në Turqi, e fokusuar veçanërisht në financimin e bujqësisë dhe agroindustrisë, dhe Jet Bank, një bankë me kapital izraelit, tërësisht digjitale dhe orientuar drejt teknologjisë financiare moderne, pritet të rrisë konkurrencën në këtë treg jetik për ekonominë tonë. Bankat e reja pritet të krijojnë presion pozitiv për uljen e kostove të shërbimeve bankare për produkte më konkurruese dhe zgjerim të aksesit në kredi. Një nga problemet themelore të ekonomisë son ka qenë kreditimi shumë i ulët i bujqësisë, mungesa e garancive të fermerëve dhe risku i perceptuar si i lartë nga bankat për uallëdhënie në bujqësi. Kredia për bujqësinë ka përbërë vetëm një përqindje shumë të vogël të portofolit bankar. Banka e re turke që po futet ka eksperiencë të gjerë në kreditimin rural, në mekanizmimin e fermave, në financimin e serave, në ndihmën ndaj agropërpunimit dhe eksporteve bujqësore. Prania e saj mund të sjellë produkte bankare të posaçme për bujqësinë dhe rritje të investimeve në fshat. Rritja e konkurrencës bankare në bujqësi mund të ndihmojë në futjen e teknologjive moderne në ferm, digitalizimin e pagesave në zonat rurale dhe zhvillimin e zinxhirit agro-ushqimor, si dhe lidhje më të fortë të fermerëve me tregjet eksportuese. Kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, e cila synon integrimin në Bashkimin Evropian, rritjen e eksporteve bujqësore dhe standardizimin e prodhimit. Në anën tjetër, Jet Bank përfaqëson modelin e ri të bankingut pa deg fizike tradicionale, me aplikacione mobile, me shërbim online 24 orë në shtat dhe me inteligjencë artificiale dhe automatizim. Ky model ul kostot operative, rrit shpejtësinë e shërbimeve, redukton burokracinë dhe jep më shumë akses për të rinj dhe bizneset. Hyrja e një banke plotësisht digjitale në tregun ton bankar pritet të ndihmojë në përshpejtimin e transformimit teknologjik të gjithë sistemit financiar shqiptar. Ja pam edhe insertin, ndërkohë lutem regjis grafikun 2, sepse përveç numrit të bankave ne duam të flasim në radhë parë për kredin e rritur për qytetarët tanë në 6 vitet e fundit. Dhe ja ku e kemi profesor Brumbulli, në gjykimin tuaj, ky grafik që tregon qartë që kemi një nivel të rritur, ndeshëm të kredive dhëna për qytetarët dhe për bizneset. Çfarë nënkupton? Nënkupton me një fjali të thjeshtë që bankat po kryejnë rolin e tyre të ndërmjetësimit financiar dhe po financojnë ekonominë e vendit, dhe atë rritje që ne themi çdo vit është 3.5-3.6% dhe kemi mbajtur një konstante, një pjesë, një kontribut të veçantë ka edhe financimi i ekonomisë nga bankat. Pra, lajmi që mund të jepet është që bankat janë në mbështetje të rritjes ekonomike. Bankat në mbështetje të rritjes ekonomike. Ndërkohë, i lutem regjis të kalojmë edhe tek grafiku 5 që kemi përgatitur, arsyet e kësaj rritje të ndjeshme të aktivitetit bankar në mbështetje të rritjes ekonomike tonën. Ka ardhur nga profesor Spao, shtimi i aktiveve, kapitalit bankar, është një shtim në nivele të panjohura më përpara. Zgjerimi i kreditimit, sapo pam edhe tabelën, grafikun e rritjes së vëllimit të kreditimit. Politikë nxitëse e Bankës Qendrore për kredin në lek, sidomos për kredin në lek. Për kredin në tërësi, por në radhë parë për atë në lek. Shtimi i depozitave në nivele të panjohura më përpara,
fitime të pritshme, rritje e përdorimit të teknologjisë digjitale, përmirësim i treguesve të stabilitetit financiar. Në gjykimin tuaj, këto janë faktor arsye të mjaftueshme për këtë rritje të ndjeshme me 2 shifrore gati çdo vit? Atëherë, le të bëjmë një lloj të proporcioneve, thënë ndryshe. Ju treguat një grafikun e parë midis vitit 2009. I lutem regjis grafikun e parë për 2025. Po të shikonim, u kalua nga 5.500 miliard lekë të vjetra ose 550 miliard lekë të reja në 950 miliard lekë të reja. Po, grafikun e dytë i lutem. Tani, në këtë situatë... Po, faleminderit regjis. Mos harojmë se... Tu i kemi shifrat, që po interpreton profesor Spau. Në letër, por është një diçka që lidhet me prodhimin e brendshëm bruto, pra me aftësinë që Shqipëria ka për të prodhuar, që njerëzit të kursejnë, të depozitojnë kështu me radhë. Pra, edhe në vitin 2019, prodhimi i brendshëm bruto të Shqipërisë ishte jo më shumë se 18.000 miliard lek, ose 1.800 miliard lek, dhe sot është 2.700 miliard lek, ose 27 miliard euro që të na kuptojnë qytetarët. Miliard euro, sepse janë shifra që... Po, janë pak domethënë të vështira për... Duhet të them që pak a shumë bankat kanë dhënë 1/3 e prodhimit brendshëm bruto të Shqipërisë, një masë sa 1/3 për kredi për ekonominë dhe vijojnë të japin, edhe me një rritje të lehtë, po të shikojmë proporcionet. Pra, kjo është gjë pozitive sepse bankat nga një anë tregojnë që po bin bankat, pra po marrin riskun përsipër ashtu siç duhet të jetë, duke kredituar ekonominë. Po, e përmendi dhe profesor Brumbulli. Nga ana tjetër tregon gjithashtu që ka edhe një kërkesë të rritur, pra një kërkesë më solide në raport me vitet e kaluara, për të marrë më shumë kredi dhe për të investuar, sepse mos harrojmë që me kredit vetëm një pjesë shumë e vogël shkon në konsum. Pjesa më e madhe është investim. Dhe naturisht, Shqipëria këto vitet e fundit, po të shikojmë fushën e turizmit, fushën e ndërtimit, por edhe të shërbime, ka qenë një vend mjaft interesuar, pra që të influencohet dhe të influencojë këto fusha. Pra, në këtë sens, bankat janë përgjigjur dhe pikërisht për këtë arsye janë përgjigjur, kreditimi ka shkuar relativisht mirë dhe edhe kreditet që kanë qenë shumë të kufizuara. Kjo gjë ka shtyrë... Niveli rekord negativ në kuptimin e shumë i ullët i kredive të aksionerët e bankave të kenë më shumë besim, të vendosin sa më shumë para në rezervat e tyre, pra dhe si kapital social. Dhe kjo gjë ka bërë që rritja e disponibilitetit të bankave për kreditdhënie të jetë domethënëse, si dhe besimi në sektorin bankar shqiptar ka qenë i lartë, kështu që kjo gjë ka bërë që të rriten dhe depozitat. Ju faleminderit sidomos për këtë të fundit, rritja e besimit tek bankat, sepse në radhë parë, profesor Brumbulli, bankat janë institucione besimi, apo jo? Sigurisht. Atëherë, duke qenë institucione besimi dhe duke i shkuar nga mbrapa dhe madje mbështetur, jo vetëm duke i shkuar nga mbrapa rritjes son ekonomike të viteve të fundit, në gjykimin tuaj, a ka ndikuar edhe përdorimi i bankingut online, pra i shërbimeve me aplikacionet në internet për qytetarët nga ana e bankave, në uljen e përdorimit të paras letër dhe në rritjen e pagesave elektronike në ekonomi? Përmes bankave, kuptohet gjithnjë. Tani, për fat ne kemi një veçori si vend, në dallim edhe nga vendet e tjera të rajonit dhe më gjerë, që sektori bankar për të mbështetur financiarisht ekonominë nuk kërkon burime të huaja. Burimet e financimeve vijnë nga depozitat dhe ndër vite depozitat janë shtuar, jo sepse është një mrekulli e krijuar, por është një realitet i njohur dhe i prekshëm nga depozituesit. Ajo që duhet thënë është që bankat në këto 35 vite nuk kanë krijuar asnjëherë problem për depozituesit, për tregun, për klientët e vet. Pra, nëse do analizojmë bankat dhe ato që kanë ndodhur në 35 vjet, do shikoni që bankat asnjëherë nuk janë pjesë e asaj ngjarje të veçantë negative që kanë ndodhur. Bile kanë qenë të ndikuara negativisht nga ngjarja që kanë ndodhur. Kam parasysh këtu që nga viti 92-93, me ngjarjet e 97-ës, me 2001 kur u fillojnë të flisnin për skemat e sigurimit të depozitave, pastaj me 2007, me 2008-2010 në krizën, por edhe me 2020 me pandemin, të gjitha këto janë që nuk gjenë një arsye që bankat e kanë krijuar njërin nga këto ngjarje. Ndërkohë që bankat vërtet u dëmtuan sidomos në 2008-2010 kriza, dëmtoi shumë sepse
kriza e krijuar, edhe pse su krijuar në Shqipëri, po vala tronditse, kapi edhe në Shqipëri, edhe ajo krijoi sigurisht shumë kredite pa kthyera, dhe kredite pa kthyera krijojnë problemin që në një treg jo likuid të pasurive të paluajshme siç është Shqipëria dhe ne për fat i japim kredit me garanci kundrejt kolateralit, nuk është kollaj që këto pasuri të paluajshme ti likuidosh, pra ti kthesh në para të gatshme. Kështu që bankat kaluan një moment vështirë në atë. Njerëzit e besojnë institucionin financiar, bankën, besojnë depozitat e tyre, mundohen që të rrisin dhe përfitojnë ato norma interesi që janë, apo duke marrë pjesë në ndonjë skem tjetër investimin, sikur se ambonotet e sarit, apo obligacionet e qeverisë, që ata janë të lidhur në një farë mënyre me bankat, dhe gjithë këto vite kanë krijuar një simbiozë shumë domethënëse qytetar-bankë. Dhe kjo është gjë shumë pozitive që na bën, që është një nga shtyllat e garancisë dhe të sigurisë që bankat janë pjesë e këtij tregu, pjesë e shoqërisë. Është treguesi i rritjes së besimit të tyre, gradual. Shumë. Dhe ne sot kemi likuiditet të tepërt për të financuar ekonominë, gjë që nuk ndodh për shembull në vendet e tjera të rajonit, ku raporti kredi-depozita i ka kaluar 80% dhe kanë mungesë fondesh dhe shikojmë për burime të tjera. Ne për fat nuk e kemi këtë, të paktën edhe për këto vite jemi akoma në likuiditet të tepërt dhe bankat kanë akoma hapësirë për të rritur kredidhanin. Pra, nga pikpamja e burimeve financiare, ato kanë qenë atje, janë, njerëzit depozitojnë. Dhe duke qenë të lidhur me bankat, sigurisht njerëzit kanë filluar dhe kanë parë dhe leverdin tjetër në transaksionet që bëjnë. Pra ky kesh që nuk është më në duart e tyre, po është lënë në banka, në depozita, në llogari kursi, në llogari rjetësa, nuk u duhet. Pse nuk u duhet? Sepse bankat sot u kanë ofruar mundësi të tjera që ta përdorin. Pra ti nuk të duhet keshi që të vesh në një restorant, të vesh në një në supermarket, se ke kartën tënde që paguan me kartë. Se ke kartën që paguan. Nuk të duhet më kesh të mbushësh portofolin të shkosh jashtë shtetit, sepse do mbetesh në mungesë të mënyrës së pagesës. Po duke rrezikuar ti humbësh ato para nga lëvizjet. Këtu kemi të bëjmë që marrëdhënia bank-klient ka krijuar mundësit që kjo marrëdhënie të zhvillohet dhe ta bëjë vërtet klientin më të pavarur nga banka. Pra ai duhet të ketë bankingun, po nuk ka pse të ketë bankën fizikisht me vete. Pra ai duhet ta ketë bankën virtualisht, elektronikisht. Ka një titull besimi të bankës që është karta sot ajo që ka ndodhur është pikërisht se shumë nga shërbimet dhe produktet që bankat ofrojnë, ja ofrojnë të gjithë klientëve të vetë në mënyrë elektronike. Pra mjafton të kesh një kompjuter, të kesh një tablet, të kesh një celular, dhe ti mund të aksesosh llogarinë tënde, bankën tënde, kudo që ti jesh, dhe mund të kryesh shumë veprime, po shumë veprime sot direkt pa qenë fizikisht në bankë. Edhe ky është një hap i madh, sepse kur flasim sot për bankat, shpesh dëgjoj që kanë pretendime, dhe shumë që ka pretendime, ka ankesa ndaj cilësisë bankingut, dhe shumë që ka, sepse këto janë përbëjnë motiv për të shtyrë dhe mëtej. Por vetëm një gjë, që bankingu që kemi sot, nuk është bankingu që kemi patur 10-12 vjet më përpara. Ka ndryshuar shumë. Domethënë ata që janë marrë dhe kanë përdorur bankat, e njohin shumë mirë dhe e dinë se ç'kalvari gjatë ishte të bëjë veprime deri në 2012-ën nëpër banka, dhe çfarë lehtësi është sot që të përdorësh bankën. Gati një orë të tërë. Edhe me shumë zhvillime të reja. 2011-2012 e mbaj mend shumë qartë. Edhe kjo lehtësi sigurisht që vjen vetvetiu edhe në një kërkesë e asaj që mos mbaj më para me vete, mos mbaj kesh. Keshi në shoqërinë tonë, në shtetin tonë është shumë i kushtueshëm. Merr 1.7% të GDP-s. Është kosto shumë e lartë. Ne duhet të lirohemi nga këto kosto, nuk duhet të prodhojmë dhe të lëmë kesh aq shumë vërdall, por keshi duhet futur në kanale që të qarkullojmë më shpesh, të ketë sasi më e vogël dhe të mirëmbahet më mirë. Ndërkohë që ne duhet të gjejmë mundësinë që kudo që të shkojmë, të mbarojmë punën tona pa pasur kesh, pa para të gatshme. Kjo është sfida e kohës që kemi ne, për të patur një ekonomi cashless. Bankat na ndihmojnë shumë, në mos janë, si thua, partnerin numër 1 joni. Për fat, bankat na ndihmojnë sepse kanë qenë shtylla e sistemit financiar dhe na ndihmojnë, por për hir të së vërtetës dhe fal teknologjisë dhe zhvillimeve të reja në treg, ka edhe institucione të tjera financiare sot, institucione financiare jo bankare, elektronike, të cilat edhe ato ofrojnë dhe e bëjnë të vlefshëm dhe të përdorshëm bankingun dhe financën në shumë kanale të tjera përveç pranisë fizike. Më bëri përshtypje, profesor, ajo çfarë thatë, pra në 35 vite nuk kemi patur një rast vetëm, profesor Spau, të një depozituesi në një llogari bankare që thotë, mu deshën X para nga depozitat e mia, shkova një ditë në bankë dhe më tha,
nuk i t'i ke, ja, nuk ndodh. 35 vite. Ndoshta kjo ka arritur dhe shumë besimin e qytetarëve, profesor Spano? Absolutisht po. Atëherë, nuk ka qenë çudi që deri në 10-15 vite përpara të një njerëz që thoshin jo, unë nuk dua të marr asnjë kredi sepse kredi është problem, nuk flet dot natën, gjëra të tilla. Po kemi patur një lloj kështu, si thua, frenimi ndaj ndërkohë që mbetet të bësh qeshe sepse në fakt do them është një urë e mirë dhe një trampolinë e mirë që të bën të rrisësh aftësitë tua shoqërore dhe pasurinë tënde. Sepse është një lloj kursimi indirekt i cili të lejon që të kesh shtëpinë tënde të parë, të kesh një dyqan po të duash, të bësh një investim e kështu me radhë, të zgjerosh biznesin ose të hapësh atë. Pra, në fakt është elementi kyç dhe kryesor. Në 35 vite bankat në Shqipëri kanë qenë shumë të kujdesshme dhe shumë të rregulluara dhe këtu duhet të them të vërtetën, një merit shumë të madhe ka Banka e Shqipërisë si bankë qendrore, sepse ka ditur di qeverisë, praktikisht është qeveria e bankave. Edhe për te atyre influencave politike jo gjithmonë të mira. Pra ka ditur të mbajë atë një lloj linje të qartë dhe ka qenë maksimalisht prudente, pra për ata që na ndjekin e kujdesshme, e rezervuar që bankat mos ishin tepër të shpërndara, tepër të hapura, mos kishin as kredidhënie në lehtë, se donjëherë kredidhëniet e lehta kanë krijuar krizat globale. Ashtu ka ndodhur në vitin 2008-2009. Po, kredit toksike kudo në botën e zhvilluar. Në këtë sens, çfarë ka pasur rëndësi dhe ka rëndësi të madhe është që bankat sot ndjehen si një siguri në Shqipëri. Pra, nëse jemi në një vend që ka disa elemente të pasigurta, bankat janë një nga ato institucione që njerëzit mbi të cilët njerëzit janë të qetë. Mundi i besojnë. 35 vite pa shkelur fjalën. Një marrëveshje, depozite apo kredi është një fjalë dhe me premisat që kemi, kështu do të jetë për të ardhmen. Pra, unë shikoj tregun bankar në Shqipëri tendencialisht të qëndrueshëm, sidomos në bankat ekzistuese, dhe përpasoj kam vënë re, megjithëse jemi në fushën e financës, merremi me këtë punë, që Banka e Shqipërisë ndërhyn në kohë, asnjëherë me vonesë, kur ka problematika në bankat e nivelit të dytë dhe në shoqëritë në të cilat ajo ka qartazi me tagër ligjor, duhet të them qartazi, ka kompetencat e veta. Ka pasur raste të tjera pastaj që i përket Bankës Shqipërisë, i përket Bankës Shqipërisë, pa ajo duhet të rregulluar nga legjislatorët. Ama kanë ndërhyrë në kohë atyre kur duhet. Kurse kanë ndërhyrë në kohë me gjithë ato që kanë qenë subjektet nën hyqmin e Bankës Shqipërisë, kanë ndërhyrë në kohë. Dhe pra ne nuk prandaj për këtë arsye në 35 vite nuk kemi ndjer asgjë si konsumator. Një rast i vetëm fatal që thua banka më tradhoi. Sepse nuk ka dhe një bankë që shkoi për faliment, për fat, domethënë. Në gjithë këto konsolidim që kanë ndodhur, kanë qenë gjitha bankat janë shitur me fitim të shëndosha. Kështu që ky është një tregues tjetër i shëndoshjes së industrisë bankare në vend, edhe i besimit. Dhe unë jam dakord me atë që thot Mateo se ne kemi për fat mbikëqyrës regulator institucionin më të mirë në vend. Pa diskutim dhe pa jo bërqevin Bankës së Shqipërisë, po ka nivel profesional. Nuk ka institucion tjetër në vend më i organizuar, më i reguluar, më profesional, më institucional se Banka e Shqipërisë. Ne, për fat, na duhet të punojmë në përditshmërinë tonë edhe me Bankën e Shqipërisë dhe me ministri dhe me institucione të tjera, por bashkëpunimin që gjejmë me Bankën e Shqipërisë, po dhe në rrugë zyrtare, jo thjesht vetëm në çdo kërkesë që bëni në çdo është institucion. Shkruan një letër, merr një përgjigje, merr një argument. Në reale, se kjo është e rëndësishme. Brenda atyre afateve që ata kanë. Afate zyrtare përgjigjes, normal. Të vjen letër dhe gjëgjin që këtu fillon ajo që dallon Bankën e Shqipërisë nga institucionet. Shteti bëhet nga korrektesa. Përveç pastaj që Banka e Shqipërisë ka luajtur atë rolin e pavarësisë, nuk është pleksur fare me politikat e tjera me qeveri të themi, dhe kjo është një merit tjetër e Bankës së Shqipërisë, dhe e ka mbajtur veten shumë dinjitos në atë që politika monetare është e vetja dhe mban politikën monetare. Po përveç kësaj unë doja të shtoja edhe një gjë tjetër, që ne si industri bankare kemi patur dhe fatin e madh që të kemi shumë banka të huaja dhe banka me emër, të cilët në një treg që ne nisëm ekonominë e tregut me 3 banka që ishin banka shtetërore dhe nuk dinim se ç'ishte ekonomia e tregut, me një sistem që Banka Qendrore ishte edhe bankë tregtare dhe hapi parë bëm që ndam Bankën Qendrore nga banka tregtare,
dhe pastaj gjithë produktet e tjera të shërbimeve kështu me radhë, erdhën të konsoliduara dhe fal know-how dhe Dive të marrë nga këto bankat e huaja me emër. Bankat e huaja me emër. Gjë që unë për shembull nuk e shikoj në sektor të tjerë aq sa ka ndodhur në industrinë bankare. Sot sektori lokal, do me thënë aksionerët vëndës janë rritur dhe kanë rritur peshën e tyre në industri. Sigurisht janë 5 banka me kapital vëndës. Por ama sot është ndryshe, nuk jemi në vitet 2000, as në vitet 2010, jemi në një situatë krejt tjetër, bëjmë fjalë që të bashkohemi me vendet e Bashkimit Evropian, me SEPA-n që ishte një sprovë vërtet. Dhe njohuri tashmë ka ndryshuar dhe kemi krijuar edhe një brez të tërë bankierësh me njohuri krejt bashkohore, me njohuri shumë të mira qoftë edhe nga standardet e bankingut, nga legjislacioni, nga kërkesat rregullatore, nga mënyra se si shiten produktet, mbajnë marrëdhënien me klientët, nga mënyra e organizimit e qasjes në përgjithësi ndaj shoqërisë. Pra gjërat kanë ndryshuar, jemi në një situatë krejt tjetër. Prekulli një herë më bëri përshtypje diçka e fundit që tha profesor Brumbulli profesor Spau, kemi krijuar një brez bankierë shqiptar. Po. Bankierë me eksperiencë, me integritet, me emër, ne një lloj si doktorët e mirë, kemi dhe shumë emrat që njohim sa herë që duam ndonjëherë kur kemi dhe njohje personale i telefonojmë. Në fakt, Shqipëria ka pasur nevojë për një gjë të tillë. Dhe është e vërtet në këto 30 e kusur vite janë krijuar këto figura profesionale, sot më së aktive në qeverisin e bankave në Shqipëri. Kështu që është element pozitiv dhe shikoj fatos integrimi në BE nuk është një element ligjor, një vull. Vjen për pasojë të parafrimit të çfarë lloj gjëje. Ne themi jemi përafruar nga pikpamja ekonomike. Dhe po, jemi përafruar. Natyrisht kemi rrugë për të bërë, por ky parafrim nuk vjen kështu kot nava, ky parafrim vjen ka disa arsye, sepse ka disa sektor që kanë patur eksploat pozitive. Mund të guxojmë konkretisht banka. Mund të guxojmë temi që bankat kur këndesi ndërpreva është sektori më mirë integruar deri tani. Shiko, financa ishte një provë për gjitha bankat që po e zbatojnë sot. Po pra, patjetër që financa është sektori i parë që integrohet, sepse ka lidhje me paranë, dhe paraja është e para që bëhet ndërkombëtare. Dhe aty s'u fal askush. Do doja të nënvizoja që socialistët e quajnë këtë sistem kapitalizëm. Pra Karl Marx, që do të thotë është paraja është mbreti. Pra, nëse kishte të drejtë në ndonjë gjë të kjo po, kishte, pra është e para që të i kalon kufit. Dhe natyrisht që sektori financiar është një nga sektorët më të mirë integruar, ka dhe disa sektorë të tjerë, por gjithsesi, çështja është që i bashkojmë profesor Brumbullit kur thotë që ardhja e bankave të huaja në Shqipëri krijoi standard tjetër dhe krijoi edhe një mënyrë, një kulturë pune që ndryshonte, sidomos edhe nga pikpamja teknike, pra duke marrë parasysh ato që janë edhe rregullat e ndryshme. Pra është e vërtet që Shqipëria ka pasur një distancë dhe vjon ta ketë, për të qenë i qartë me ju, sepse niveli kreditimit dhe bankat në Shqipëri ende nuk kanë një nivel të ngjashëm as me Europën Perëndimore, po as me rajonin, i cili ka një nivel kreditimi më të lartë. Më të lartë në raport me prodhimin e brendshëm brut të vendit. Mos harrojmë se vendet që me cilën ne po krahasohemi janë vendet e ish Jugosllavisë, vendi i cili edhe gjatë komunizmit ka patur një sistem bankar të dalluar qartas. Sistem bankar, kishte edhe biznese private që mundet të mbajnë deri në 15 punëtor. Pra, duhet të them, e dinte shumë mirë çfarë ishte ekonomia e tregut, kishte raporte me vendet e Europës Perëndimore, pra nuk kishte meri se i njihnin bankat dhe i përdornin më përpara. Kurse në rastin tonë pjesa më së madhe e qytetarëve, pa folur për ata që banonin në zonat rurale që ishin në një tjetër situatë. Sigurisht as që kishin idenë që ekzistonte banka para. Me të thënë të vërtetën, një nga elementet që i ka shtyr njerëzit të trokasin të bankat ka qenë në 10 vjeçarin e fundit zgjerimi i qyteteve të mëdha si e Tiranës, e cila ka bërë që çiftet e reja, profesionistët, ata që ishin student dhe sot janë profesionistë dhe banojnë në kryeqytet, t'i afrojnë sistemit bankar. Pra, këtu duket edhe rritja, le të themi kështu, një shkallë më shumë, më tepër, e aksesit që shqiptarët kanë në banka dhe edhe urbanizimi më i fortë i vendit i ka ndihmuar zhvillimin e bankave. Ka shkaktuar për mendimin tim është që në mënyrë progresive rregullore dhe ligjet kanë bërë që të rritet roli bankave,
që nga elementi më banal, kalimi i pagës në bank dhe jo dhënia në dorë. Pra, është një gjë shumë e lehtë, shumë e thjeshtë, por që i ka detyruar njerëzit që të futen te sporteli bankar. Dhe kur ti futesh, shikon partneriteti natyrshëm me institucionin bank. Ka një mundësi për kreditim që ka, pra zbulon gjithë ato që janë produktet bankare dhe një pjesë e mirë të njerëzve i kanë shfrytzuar këto. Dhe unë besoj se gjithsesi në Shqipëri ka ende shumë potencial në këtë fushë dhe jo më kotë gjithmonë më shumë banka po tentojnë të afrojnë. Potenciali është zakonshëm, por këtë potencial dhe sidomos revolucionin e mirëfillt digital bankar do të shikojmë, të provojmë ta zhvillojmë pikërisht në pjesën e dytë të këtij emisioni. Koha mbaroi për pjesën e parë, po marrim pak minuta pushim, profesorët nderuar, për mesazhet publicitare do t'i kthehemi më njëherë pas pak minutave.